Padrejësitë madhe ndaj Tiranës se neve çdo javë kemi qenë këtu dhe sta ka rezultuar e tillë të paktën, por nuk e di. Marrim ndeshje me Teutën, ëh. Me që se unë nuk e di që të ketë të akumuluara që Tiranës i janë bërë këto padrejtësi kaq të mëdha që priti këtë ndeshje që të protestojë në këtë formë. Se me atë protest rrezikon shumë Tirana. Se besoj se për një rast bën rrezikon për gjob, tani gjobën e ka sigurt që do e marr, po nëse nuk e di se si është kthyer sepse që aty mund të ndërpritet ndeshja, delegati ndeshje mund ta ndërpritet që aty ndeshjen. Dhe nëse ka të përsëritur që nuk e ka Tirana, do dënoj ose do penalizoj vetëm me rezultatin tavolinë 3-0. Tirana para 2 vitesh ka vonuar daljen në fushë edhe në ndeshje të Conference League, luajtën në Gjergji me Batumin, edhe ka vonuar në pjesën e dytë për të njëjtën arsye, për punën e gjykimit dhe mori një gjob nga UEFA. Në Europa Ligën, për Europa Ligën kishte rezerva ndaj Conference ndaj gjykimit e tjerë. Pretendime ndaj arbitrit. Ore, po çfarë keni me gjobat ju më shihni mesazhin që duhen ju lekë sa tek të paguhen në shihni mesazhin. Ore, si mund të ndodh kjo, ma e kuptoni çfarë është kjo tani? Çdo ekip për një penallti apo për një korne, s'del në fund. Ishte Acaruse. Si ishte Acaruse? Ishte Acaruse. Po Lenco, po çfarë forme kanë ata se çfarë kanë ngelur atë? Çfarë kanë ngelur? Ta bëjnë protestën atje ku bëhet. Po ku ta bëjnë protestën aty zyrtare? Për një protestë ta bëjnë formë zyrtare. Të marrin ata dyshekë të dalin në shesh. Është vetë Çfarë do bëhet ti? Çfarë do bëhet? Po ti isha unë delegat. Unë do e ndërprisja ndeshjen aty. Do dënoja. Aty do e ndërprisja. Stop. Edhe çfarë do bëhet? Do i thoshja do dilni apo jo? Stop. Patjetër. Ke lutë mëse delegati është. Unë flasi rregull, më lere tani kugull. Si rregull, e ndërpret delegati dhe i thotë ikni shtëpi. Ka dhe minuta. Delegati si rregull mund ta shikojë, mund ta ndërpresë ndeshjen dhe kur shikon që po trukohet ndeshja dhe kur ka ndonjë problematikë të madhe ndeshja. S'ke parë ndonjë neve ta ndërpresë ndeshjen. Ku ishte delegati atë ditë që me telefona flisnin stola gjana u lan ndeshja? Ku ishte delegati? Pse shqetësohet Lenci tani? Atë ditë telefoni brythën në stol. Kush ndeshja? Ndeshja është ndërpret për arsye të penalltisë. A ishte penallti apo ishte penallti? Po tjetër historia ajo, më do ta shikojmë. Në rregull, se si për një penallti jashtë apo s'është lëmë ndeshje. Ideja është që a është një po s'kan çat bëj Lenci kanë ardhur më hundës së burrë mos kemi me që kemi dhe Albani. Nuk e bën një ikota të se Albani se kemi mikutor nga vllaznia sot. Ata i din pasojat. Ata do të thotë që janë është e dëshpëruar situata se sa kanë ardhur deri aty, kupton? Po nuk i takon Tiranës. Do të më kuptoj atë. Po çat bëjnë me Tirana se Tirana më keq se kaq. Shkohet atje ku i takon, atje te institucionit. Shkoj atje ta ankohet. Hajde ecim. E kush e ka gjetur këtë institucioni? U ankove ti atëre për padrejtin tatë? U ankova. Po rita nina. U ankova, dhe nuk e gjet. Shko ke institucioni ankova. Po zotri, am the u ankova dhe nuk e gjet. Po tallesh ti. Për rastin e javës kaluar. Ke cili institucion? Për të ankohesh dhe shojë, hajde që jemi. Lutem, mirë kuptim Alban dhe O Manush. Rasti kësaj jave. O Manush, mirë kuptim. Në cilin institucion ankohesh dhe e gjen drejtën? Më thuj një i dhën. Që dashkë me ankon federat. Por jo Lenci, shkoan konfederat thu. Po ta ankohesh te institucioni më. Ai thot ndiq një rrugë zyrtare të çfarë rrugë zyrtare? Se çfarë rrugë është kjo? Rrugë zyrtare? Po ja rrugë zyrtare aty është në fush. Edhe ai ta shkel të drejtën, ta merr. Çfarë do bëj? Ne në Europë kemi pa një skuadër që të bëjë një protestë të tillë. Po pse në Evropë ke pati në herë ta bësh ta ndërpresësh kampionatin 10 javë siç bëri federata bojkotin? Ke pa në Evropë ti? Ke pa në Evropë ti dënosh 10 vjet të jesh i lumtur? Ne i kemi këto. Gzim. Po çu ditësh ti? Gzim, nuk është vetëm kjo ndeshje për Tiranën, sepse thuhet nuk ka pasur raste të mëdha të dukshme në ndeshje të tjera, por menaxhimi i ndeshjeve nuk ka qenë favor Tiranës. Pra ata e kanë akumulim të gjën. Pra, me raste nuk e kap dot. Ju thuash ti, në këtë rast është një rast flagrant që ju mohuan një penallti apo ju dhanë penallti kundër atij. Menaxhimi i ndeshjeve nuk ka qenë favor tyre. Unë do doja që Tirana, gjithë hallet që ka dhe problematikat, ta reduktoj ke një histori arbitrimi, sepse ne kemi qenë javë pas jave, s'kemi parë në një gjë. Pikërisht pra, Oredi, ke dëgjuar ti që është ankuar Tirana për arbitrin? O zotëri, ja ku kemi Çimoviolën e sotme, ka mund të shohim Çimoviolën e sotme. Jemin, shihet penalti është ai që dha shkaz domethënë si pas. Penaltia këtu. Penaltia, në fakt kur ma dërguan të shtunë në celular e pash më duk si penalti po. Kur e pash me vëmendje nuk ka lidhje me penalti, nuk është penalti. Ka apo s'ka kontakt? Se ishim bashkë të tavolinë, mu duk si se është pamja shumë e vogël. Por nuk ka lidhje fare me penaltin, domethënë. Ka një kontakt, po kontaktin më shumë e provokon lojtari, që po ta shikosh edhe këmbën e majt e çon. Si di e provokon lojtari, se ai duket. Ai shkon në jam. Ai ngatron këmbën e vetë se fare me penaltin. Them ke kjo gjuri atje, nuk e di. Ai pengon aty. S'është rrezimi aty. Shikoj, ai ka çon lojtari sulmues e çon këmbën, domethënë në një vrapim të çrregullt totalisht, se nuk mund të vraposh si
Vetëm se kam edhe Pati si ka vrapu Gattuso gjithë Kam tjetër. një- Mos më u merr me fal. llojin e vrapimit futbollistit se futbollistët ka a ka kontakt apo jo? Po pati një kontakt, ma lë dyshimin, këtë do të them. Varet kush e krijon kontaktin. Atëherë. Kontaktin në rastin konkret e krijon se ka kontakt. Dgjoj, nga ajo pamje kishte drejti, po nga kjo këtu, Po pra ka nga ajo ballorja. I shkon lojtarit e Utës në vrapimin e çrregullt që bën, i shkon lojtarit të Tiranës dhe kontakt ka. Alessio si duket Po Alessio? duhet dalluar Po sa kontakti. shohim, dëgjoj, tani në fushë aty mund të duket e penalti, po sa shohim ne këtu me Me rallenti. Real nuk është penalti. Tani, me E di çka ka ajo, Alessio të themi një favor të Lencit. Shqip Manush vëre këmbët. Faulli është dhënë për, do thënë, rrëzimi është për këmbën e majt, jo për këmbën e djathtë ti, shqip pak. Këmba e majt. Këmba e majt është këmba larg. E ka rënë ai. Këmba larg ai e fut nga ai dhe në atë moment pengohet. Ko që kërkon të kaloj, ai e Jo, pengon. s'ka kontakt aty fare ke gjuri. E çon- Këmbën tjetër, këmbën e majt, këmbën tjetër mbështetse. Ai ja prek të këmbën, duke Po prek jo të pra po këmbën, të them se ai kontakti. Nuk ka rënë me atë. e krijon ky Me këmbën e kontaktin. majt e ka çuar ndej. Jo, me këmbën e majt ka kontaktin. Mbrojtësi i Tiranës është në pozicion pritje. Po pra, ai Ky i çon këmbët në mënyrë shumë të çrregullt. Këtë dhe penaltie, as në 97 O, Ylli, dëgjoj vetëm një sekondë, se po ka ajo që një- duhen pyes Lorencin është që a mund ndryshoj? O zotri, unë kam gjithë botën shoh si këto penalti pa fund. Këtë do Nesër. thoja. Diskutuar vari fare këtë. O Edi, vetëm një diçka, që punën e varit. Ah. Vari e kanë protokoll që nëse ka një kontakt, nuk futet fare për ta. Domethënë, ja le gjyqtarit në dorë aty, se po ka kontakt. Por unë këtu s'jam dakord se ai vari duhet ta shikoj. Duhet ta shikoj kush e Tani u krijon du kontakt kontaktin. komplet. Kush kontakti O jo, këtu? Po du a kontakt gjyri është, po kontakti Ku e i gjyqtarit kërkon ky kontaktin? O zotri, le të kërkon ky ka kontakt ore. Pik mbaroj dhe ka kontakt fort. Pozicion statik mu. Edhe një herë, mo Edi, Se di. kontakt mund të Vishet, ketë varet vishet kush e një krijon vishet. kontaktin. Edhe një herë, se nuk mund të vrap poshti për të shkuar te mbrojtësi, të krijosh kontakt. Se aq e dallon arbitri. Në fushë arbitrit mund t'i shpëtoj, po varit nuk duhet t'i shpëtoj kjo. Po pse vari se ka thirrë fare? Se ka thirrur fare se ka debat. Po pse vari se ka thirrë me Nga dinamika arbitri mund të gabojë, po vari Ja, pra, s'duhet. Pse nuk ka thirrë Elbasani? Vari do ta thrisë Elbasani vari. Vllaznia kur Po ndoshta thonë ka dyshime të thrisë, po ata dhe kartoni Po ka e ma i thot, punë e madhe, çka gabimi është ai? Edhe një 2 minuta vonesë. Thirrë ta shohë një Po herë. si dha kërcënësia Atëherë vetëm një shpjegim se dua edhe për Albani. Pra, jepi. Vari futet vetëm kur nuk ka Nesha kontakt Elbasani, fare. Vllaznia, Fare. faulin e ka bë Bajrami, kartoni ka Marxhini. Po pra, është Nesha gabuar. humb nga arbitri dhe nuk ka bash Është gabuar se dhe aty duhet të futej vari. E gabim me dashje. Sepse është Sepse ke lanë ekipin me 55 minuta militar Po, pra, mangut, dakor. ka kërkuar gjithë stafit që shikohet vari, sepse arbitri edhe gabon. Faulin e ka bë Bajrami, kartoni ka Marxhini. Atëre, vendosim një rregull tillë, me që kemi Livian sot dhe Po kjo varet kjo që thot Albani, a ka punu vari në atë moment apo jo, se u prish prap vari këtë. Ajo, ja do i sharojmë gjitha mbas një momenti që vjen Francesca sepse Beauty Point ka sjell dhurata ndoshta edhe për Livian sot. Debate në fakt se janë festat e fundvitit dhe duhet mendojmë për surprizat që duhet i bëjmë dashurëve tanë.